Renditja në listën e LDK-s nuk pikun nga qielli. Ato po bëhen për interesat e lumirit e të vjosës. Kjo dyshe e cila po e ka për interesa një parti. Ajo që ne tham dje, që ka litrojës në mënyrë simbolike është Vjosa Osmani, po i shihen efektet e para negative. Nuk po e bashkojnë LDK-n drejt një rritje, por po e bashkojnë grupet e interesit drejt një liste. Pra, renditja në listë e njerëzve të cilët as kanë kontribut, e as kanë naj background, e as naj bagazh të rëndësishëm, por cilësia kryesore e tyre është lojaliteti absolut, apo më mirë me thonë, serviliteti ndaj kësaj dyshe, po e tregon që Kosova rrezikohet me mbet pa opozitë. Këta njerëz nuk kanë me bë opozitë. Këta edhe njerëzit që kanë bë opozitë brenda, si Hikmete Bajrami e Abdullah Hoti, i kanë largu e distancu. Pra, nëse shën realitet, serviliteti po vlerësohet e opozitarizmi po ndëshkohet. Zgjidhja nuk është me u marrë me ta. Zgjidhja është mos me i votu. Zgjidhja është të votoni opozit për një me, të votoni grupin ton i cili do t'jetë grup i një opozitet vërtet kuvent.